Pse kërkojmë standarde? Kërkojmë avokat për vërtetë. Rama erdhi në pushtet me kontratë tradhtisë së shpopullimit dhe shitjen e Shqipërisë te mafia e bankave botërore. Ka një identifikim emrash, ta themi. Rothschildët janë ata që marrin vendime. Në jahtin e tyre ndodhesh Kushner Ivanka. Sepse është krijesë e tyre Kushner. Dhe familja Kushner Ivanka është krijesë Sorosian. Kështu më fal, Rothschildëve. Në këtë anije vjen me skaf, në këtë jaht vjen me skaf, me ndërmjetësinë e dy personazheve, Grenell dhe Granov, Edi Rama. Grenell është ai gay i famshëm, e keni parasysh. Granov është përfaqësuesi i Rothschildëve në Shqipëri që ka marrë butrintin e gjithçka tjetër. Ky është përfaqësues zyrtar, ky menaxhon pronën e Rothschildëve në Shqipëri. Dhe projekti përkatës ishte gatuar i gjithë nga Soros. Pra gjithë shpopullimi i Shqipërisë dhe Zvërneci, Sazani, që ofruan nga Rama ke familja Kushner, të ndërmjetësuar nga ky network, jo ishte me lejen, po ishte e projektuar bashkë me Alex Soros. Mos harroni, babai Aleksit e bëri pasurinë me lekë të Rothschildëve. Ju dhan $3 milion nga Rothschildë në 1967-ën, kur Soros i hapi kompaninë e tij në Curaçao, në tokën e Antileve Hollandeze pa taksa, dhe aty u bë i pasur. Nga Rothschildët e nisi Soros, më paratë e tyre, kapitalin e tyre. Kosova çlirohet për interese Amerikës sot, jo për Kosovën. Dhe Amerika e filloi dhe tani do me bosh shpëtimtarin. Amerika është psikopati. Po pra po, ti ke drejt ta përzem Amerikën nga Kosova, ta shtirosh ti, ta shpëtosh ti Kosovën nga Serbia. Ti e ke dorë atë punë, ti je patrioti që do të zgjidhësh këtë punë. Rama firmose kontratën e tradhtisë shpopullimit dhe shitjen e vendit në Angli bashkë me Sorosin dhe Tony Blair dhe me Campbell. Ata miq që shliruan Kosovën sipas te avokat. Po ja shpjegoj. Shërimi i Kosovës ka qenë ndërmjetësuar fort nga lobi çufove në Amerikë. Albrighti, Clark, gjithta kanë pjesë e këtij lobi, janë vetë çufa. Arsyet do t'i mësojmë rrugës. O avokata je mirë thot? Mirë. Vilsoni po thon Vilson. Pa realizova direkt kështu, si pyetje, pastaj pa thënë emrin. Se ka kundërshtrime ndryshme. Di unë ku e ka titull kunde, e ka për nesër. Është vërtet që Okej. A është vërtet që Rama është përfshin qeverinë në orgji kolektive thotë? Unë mendoj më thjesht. Ai konsideron të gjithë ministrat, zëvendës kryeministrin ose kryeministrin, si çingiet e haremit të tij. Kush nuk sillet si çingia e përshtatshme, flaket jashtë. Por kjo mund ta flakë jashtë dhe për shkak të luftës së çingieve. Dhe Belinda arriti të bësh kryeçingia. Dhe e flaku Spirokalin, pikërisht sepse ja kërkoi kjo çingia për kacë Bela. Shi ka trajtuar gjithë me burra me gra, ai nuk ka dallime kështu seksuale. I trajton gjithë uniseks. 200 pyetje, po pa e ka dhënë avokati më si mnolli me taku para ca ditësh. Nëse nuk ke përgjigje më avokati për këtë. Si është punë? Kështu po jo, s'ja vlen. Janë sa pyetje. Po. Bukur kjo pyetje. Nuk avokatët, kur vin çufot, ato kemi ujë 24 orë. Në Shqipëri kur vin çufot, dhe të keni ikur ju, ke shtëpia jote që mutin e po pra shkarkimi ujëve të zezë nuk të ndodhen të rregullohen. Kur gjithë pra do kemi gjithë gjërat kur të vin çufot, jo kur të vin çufot dhe të keni ikur ju, do ketë ujë 24 orë. Po kur të keni ikur ju? Kur të keni. Sa ti njus ka ujë 24 orë me këtë qeveri. Hiqi qeverinë vjen ujë. Pse si vjen ujë? Do të ja hongër jetën qeverisë tjetër. Për ditë, ujin.
Ose ndryshe do ikni ju. Win, do të thënë fitohet, do të di që të vim ne, do të nxjerrim ujë pastaj. Si uji aty është, vetëm ne në Shqipëri do të Ne jemi vetëm vend ankohemi për ujë. që e derdhim ujin det. Jemi vetëm. Gjatë historisë të gjithë perandoritë që kanë përdorur tradhtarët e kombëve të tyre i kanë eliminuar. Ç'ne Rama që po i shërben çfarë fshihet? Pra e kanë eliminuar gjithë ata që kanë përdorur tradhtarët e kombëve të tyre, pra siç po përdorin Ramën, si ka mundësi që Rama se kanë eliminuar akoma. Se kanë eliminuar akoma. Po sepse ky është procesi, çfarë fshihet? Ky është procesi. Ky është procesi. Pra kjo pyetje që na bëri na anon tek ajo që do ta haj nga jashtë, jo nga brenda Rama. Mund ta hajë nga brenda. Mund ta hajë nga brenda. Thashë nuk ekziston jashtë, as brenda. Është brenda jashtë dhe është brenda. Mos më di nga ato pyetjet e mia, më mirë. Jo, është e vërtetë, kjo që them unë. Do një ndërveprim. Pra duhet ata jashtë thonë të eliminohet dhe shkon Doraci dhe eliminon. Ose shkon një Avni Rustem, ose shkon një hero. Ku dim ne si ndodhin këto punë, si filma. Se këto bëhen dhe filma apo. Pyete pak për raportin e Departamentit të Shtetit Amerikan, i kanë degeneruar në raportet. Këto raportet janë gjitha fake. Pse janë fake? Më dëgjoni pak. Indikatorët që përdorin në paraqesin e qeverisë në Shqipëri shumë probleme, hibride. Në fakt këtu s'ka qeveri fare, këtu s'ka shtet fare. Ne jetojmë si shekullin e 16 me një që i ka dorë gjitha dhe bën çfarë do qefi. Është si Luigi 14, mbreti Amun, Zoti Amun, ligji Amun. Më thënë, ato raporte shkojnë vetëm 1 të 10, është si maja e icebergut ai raport. E vërteta është që kur bota s'ka pa një rast si ky Shqipërisë. Nuk nifet asnjë rast. Ka pas kriminal sa dush, ka pas plera sa dush. Çfarë s'ka pas? Po një projekt për zbraz vendin e vet dhe për ta zvendësuar me sa të tjerë. Kjo është e parë në histori. A duhet ngritur gjykata për krimet kundër njerëzimit në të ardhmen dhe të fillohet që nga 91-shi akuza për genocide? Ju thoni gjykatë ndërkombëtare apo? Tip gjykate speciale se Kosovës. Se Kosovë. E para nuk bëhet, teknikisht juridikisht. E dyta nuk është nevojshme. Mjafton që bësh një gjykatë këtu brenda siç e ke, për së mbari. Ne kemi projekt. Si bëhet? Okej, mirë. Pyet avokatin sa shanse ka që Lëvizja Bash të marrë shumicën e votave, po u bë zgjedhje parakoshme. Lëvizja Bash do marrë një mender të madh, se ka humbur peshë në mënyrë kështu drastike nga kjo protestë. Ka humbur lojën, peshën, vlerën, se është kuptuar që ka marrë vota pa kënaqësie. Dhe kjo formacion nuk ka ofruar asgjë në gjithë të periudhë kohë se si do shpëtojnë Shqipërinë këta nga kolonizimi i çufave. Përkundrazi, dalin dhe janë më mashtrues, aq gënjeshtar ordiner, sa në vend që thonë që Zvërneci është koloni me 40.000 banor, me 10.000 parkingje, me pallate me shumë kate, një qytet në vete, i vetë administruar si koloni çufësh, thonë këto janë lërat e Çet Kastrati, thotë sepse po e bën Çeti. Siç thonë dhe për tokën bujqësore, Arlind Qordnat me shok, që thonë që po e shesin tokën bujqësore. Pse anon ke gjobat kjo gjë kështu kur e thua që Çeti jo ky. S'mintereson, jo se kam akuzuar për gjoban, Arlind Qordni. Them si forma se si shkon. Po e them që për të fshehur çufot, si Shabat Goj që janë trockista, më qet bështira trockista janë këta, për të fshehur çufot, shpikin Çet Kastratin, ke i digj tokave bujqësore. Me fjalë, pas kemi në oligark që blekan toka bujqësore, ku ka oligark që vip të tokë bujqësore për të prodhuar bujqësi. Ai do tokën bujqësore për të bërë trull, për të bërë shit metra katror beton, sa aq din të bëjnë oligarkët tanë. Ne nuk kemi një borgjezi me mentalitet prodhimi bujqësor. Ne kemi vetëm shitje metra katror beton. Edhe këta e bën këto. Ndërkohë, që çaj Liverdi ka Çetit ble 2 hektar këtu vetëm gjithsej. Ai po ble 100 hektar apo? Po si lehet me liq? Kush blen 2 hektar? Jo kam thënë një herë, çufat. Kush vjen koloni? E këtë se thot Arlind Qori, dhe tiku jo. Ja pra këto 3 partitë e vogla që. Po si kanë pa më kanë qenë këtu në protestat të Tiku me Tiku ka filluar të vjedhë karta identitetin ja 50.000 deri tash, 40.000 karta. Identitetin gjithë Shqipërinë. I vjedh për ditë në rrugë. Kanë zgjedhur gjëja një referendum. Po është mashtrim i madh. Pse është mashtrim? Se që të bësh referendum duhen plotsu 2 kushte. Duhet dalin të votojnë 1.785.000 veta. Dhe ata do të votojnë gjithë pra.